Pra si mos t'i ipët rëndësi kësaj çështje, përderisa bidatet janë shumë të rrezikshme dhe të dëmshme në dinin ton. E para, janë të përshkruara në Islam se ato janë sharr, janë të dëmshme, janë të këqija, janë devijim. Pra të gjykuara në Kur'an dhe në Sunna, bidatet janë sharr, pra janë të këqija, muhdethat, të shpikura, dalale, janë të devijuara. Pra gjykimi Islam është se bidatet në fe, ato gjëra që i veshen Islamit, çdo bindje që bjen kundërshtim me shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, qoftë cilësitë e Allahut, apo në rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, çdo rrugë tjetër, apo bidate të ndryshme në adhurime, të gjitha këto janë të refuzuara dhe janë gjëra të devijuara, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Fjala kul, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë të gjitha. Pra nuk ka diç që pejgamberi alayhis salatu wassalam vetëm se na ka qartësuar, na ka paralajmëruar, dhe ata të cilët pretendojnë që mund të kenë ndonjë rrugë më të mirë se sa rruga pejgamberit alayhis salatu wassalam, janë të humbur. Prandaj ka thënë khairul hadi, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, si mos të jenë bidate të rrezikshme në fe, përderisa ato janë të refuzuara në Islam, pra çdo adhurim, çdo vepër që nuk ka mbështetje në argument nga Kurani dhe Suneti, është vepër e refuzuar. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men ahdatha fi amrina hadha, kush shpik diçka në fen ton, fa huwa rad, pra në dinin ton, në çështjet e ibadetit, ajo është e refuzuar. Çfarë do ibadetit jetë ai, çfarë do veprat jetë ajo, nëse nuk ka mbështetje në fjalën e Allahut, në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, fa huwa raddun, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e refuzuar.